Këtë të ente u mbajt sesioni I hapjes të Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama. Në fjalën e tij Rama u shpreh se me Kongresin Botëror të Ligjit synohet një botë që udhëhiqet nga ligji dhe jo nga forca. Dua të them disa fjalë lidhur me këtë moment kaq prekës, do thosha, për Shqipërinë që bëhet epiqendra e një aktiviteti me prestigj botëror në fushën e sundimit ligjit. Një botë e qeverisur nga ligji, jo nga forca, është motoja që ka udhëhequr që nga viti I lindjes së saj në 1963 shoqatën botërore të juristëve, Kongresi Botëror I Ligjit çon në përbot mesazhin e pikërisht atij motivi që e lindi shoqatën, mesazhin e një bote të qeverisur nga ligji, jo nga forca. Dhe nuk besoj se do kishte këtu në të sallë apo jashtë kësaj salle një shqiptar të vetëm që do ngritet dorën nëse unë do pyesja a do ta kishe imagjinuar vetëm disa vite më parë që Kongresi Botëror I Ligjit do të bëjë në Tiranë në vitin 2027. Javier Cremades, president nga Shoqata Botërore e Juristëve, nga Fondacioni Botëror I Ligjit, tha se Tirana zyrtare ka ambicie për të qenë pjesë e BE-s dhe se kjo bëhet përmes sundimit të ligjit. Cremades deklaroi se Tirana do kthehet në kryeqytet të zbatimit të ligjit. Unë besoj që Shqipëria dhe Tirana do të jetë kryeqyteti I sundimit të ligjit. Për shembull në Republikën Dominikane ne kemi krijuar, kemi ndërtuar edhe një statuj të tillë për sundimin e ligjit që është mjaft e madhe dhe mendojmë që një gjë e tillë të bëhet edhe këtu tek ju. Besojmë që sundimi I ligjit të jetë I sakt dhe kushtetuta në fakt duhet të jetë që të vlerësoj dinjitetin njerëzor dhe kushtetuta Shtetet Bashkuara duhet të ishte azhurnuar më tej sepse çdo person I vetëm duhet të ketë dinjitetin e tij. Janë ngjarje që nuk mbështesin në fakt qeverinë, ne mbështesim vendet, parlamentet, universitetet, gjyqtarët, institucionet, por ne do të duam të vëmë theksin, siç e thash dhe më përpara, mes popullatës dhe sistemit, sepse pa këtë lidhje, sistemi nuk do të mund të funksionojë dhe sikur të kenë institucionet më të mira. Ne presim që ju të bëni gjysmën e punës dhe ne të bëjmë gjysmën tjetër. Kongresi Botëror I Ligjit është një ngjarje që do të mbledh vitin e ardhshëm në Shqipëri personalitetet më të rëndësishme të drejtësisë ndërkombëtare.